kam vendosë, mos me të reguar për Muhamedit, po duhet me të folë diçka për Isën ose Krishtin. A i tha po, në rregull, thave nga, pas e me folën, e tha nuk është biri i Zotit, nuk është ringjall, nuk e kanë kryqëzuar dhe këto i tha, për asnjë profet më përpara nuk ishte ndonjë lloj kundërshtimi. Jo. Po për Krishtin po. Për Krishtin me njëherë, dhe unë habit të thash, pse më vëlla kështu, pse më njëherë paragon s'ma dëgjoj bile mua tregimin. Mirë, edhe sani sa on, shumicën e raste, jo, nuk është kështu, bam, edhe nuk shkoj mirë biseda. Edhe më pyeti... Po si të shkova sipas interpretimit biblik. Po. A e kishte mësuar interpretimin kuranor, po. A e fliste me Kuran, po. Dhe, a i në fund tha, a e beson tha ti Jezusin? Isën. Si Jezus? Thash po. Edhe i kishte një reagimi ishte i shpejt i tij, nëse pak a shumë paramendova se mundet me reagu keq. Ishte reagimi i vështirë, edhe si kështu, dhe filloj me përjetuar shumë keq, edhe me fjalë edhe me veprime, edhe ndola ika. Kështu që për ndoshta një vjet dy, nuk e kisha matë lirin që me takuar, shko përballë, jo.